bëu gati me mua për të dalë nga shtëpia. Atëherë, po bëjmë gati për të dalë nga shtëpia, por sot është një super ditë e ngarkuar, kështu që do të thotë që duhet të marr gjëra me vete dhe do të tregoj se si dal unë nga shtëpia ime. E para duhet të lyhemi, por atë do bëjmë pastaj. Këtu kam përgatitur formulën, kam formulën që do e pik në rrugë, në fakt, derisa të arri tek vendi kusht, vetë pak shpyt vete. Dhe ky shaker është marrë shaker, do të thotë ka dhe njësi kjo brenda. Këtu brenda do vë snackun tim, do vë atë që do konsumoj si snack, bas të sa orësh, për shembull do kem pirë formulën, bas 3-4 orë do të konsumoj diçka tjetër. That's why do e kemi gati këtu. Edhe në këtë mënyrë ta dish kur e përgatit ditën tënde, ose madje kur e përgatit edhe javën tënde, është akoma më mirë se ke kontroll në çfarë do hash, çfarë kalorish do konsumosh, edhe çfarë do kesh gjatë ditës si rezultat edhe në fund të muajit. Është shumë e rëndësishme. Okej? U kry. E vëm këtu. Dhe është gati. Iku kjo. Tani, patjetër që na duhen gjëra për energji gjatë ditës, kështu që të marr me vete një liftoff, 2 në fakt do marr. Nuk është do i pi të dyja, shumë rrallë të pi të dyja në një ditë, por do i marr me vete në rast se na duhen. Hydrate është për hidratim, është një produkt i cili ka 100% vitaminë C dhe mua unë e adhuroj, e pi bashkë me ujin edhe ky nga që nuk shpeshherë nuk e di a ke këtë ka rastisur, ke pi ujë edhe nuk e heq atë të eturën, atë ndjesinë që do të pish ujë bë. Edhe me këtë produkt je super. Vë një si kjo në shishe dhe jo okej. Pra do marrim 2. Do më thua tani pse merr 2. Okej, e para mund të rastesi të dua të pi një të dytë, pse mos ta kem me vete. E dyta, mund të jemi një person afër meje, sa që rasim një, nuk kemi shumë. Kemi kurnac dhe marr me vete in case këtë produkt që do marr, këtu do marr një. Okej. Edhe një që fluturoj. Kjo është për pjesën e stomakut, në përgjithësi mua më ndihmon shumë fare janë probiotics, okay? Ke parasysh probiotics. Po mua më ndihmon shumë fare se unë në përgjithësi kam probleme me tretjen, me stomakun, me fryje barku dhe këto gjëra i kisha një të tërë dhe vazhdoj dhe i kam jo kaq shumë sa i kisha, por i kam edhe ky është produkti që mua më ka shpëtuar jetën. That's why. Dhe last but not least janë tabletat e mia të bukura, këtu janë, nuk janë për një ditë këto të gjitha, okej, janë për një javë, por është kjo tabletofiki, është greqisht, okej, kjo është kështu e vogël edhe marr në çantë me vete dhe kam vitaminat e mia, kam omega 3, kam extra kalcium, kam fibrat, kam domethënë ato që duhet të pi gjatë ditës që të jap trupit tim më të mirën e mundshme të kem energjinë e duhur. Okej? Këto i marr me vete në mëngjes kur kam një ditë si sot që është shumë e ngarkuar. Edhe do vi në darkë në shtëpi, domethënë